Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur virgjëresha, do bëjmë një mesazh nga letrat Osho dhe mesazhi juaj është zëri i mbrëmshëm, urtësia e mbrëmshme, intuitë, qetësi e thellë, udhëzim shpirtëror nga brenda. Është një figurë qendrore, është një simbol i fuqishëm hynor femror, i rrethuar nga uji, delfin, hëna dhe simbolet të thella intuitive. Ajo është personifikimi i heshtjes që flet më shumë se fjalët. Çfarë nuk kupton kjo letër? Të fton të ndalesh dhe të dëgjosh vetëm, atë zë të butë që gjithmonë e di rrugën e duhur. Jep mesazhin që nuk ka nevojë të kërkosh jashtë vetes për përgjigje. Gjithçka ndodhet brenda teje, të dashur virgjëresh. Simbolizon lidhje të fortë me energjinë femrore, apo pjesën gjithë e kemi atë femror dhe mashkullore, dhe me dimensione të padukshme. Mesazhi i letrës thot kur mendja është e zhurmshme, zemra dhe shpirti dinë çfarë është më e vërteta për ju. Kjo letër të fton të qetësohesh, të hysh në kontakt me botën tënde të brendshme dhe të veprosh nga një vend i qartësisë së thellë të brendshme, jo nga frika apo dyshimi. Në thelb pasqyron forcën e intuitës dhe nevojën për të dëgjuar zërin tuaj, për të marrë vendime të vërteta për ju, të dashur virgjëresh.